dikur peja ka pas rrëth 52 saraq me informacion sa kom prej babes, sot është mujta qujt totale degradume, pse në rinia sodit nuk dojnë me punu. Ky vend ku një rrit, është qujt rrethi Tyfek Gjive, ku në vitet e ma hershme, dugoja e Blerim Goranit ka qenë një dugoje cila është marrë me tyfek. Me rregullimin e armëve, kandareve, djetra dhe këto. Kurse këto dyqane kanë qenë saraq, dikur peja ka pas rrëth 52 saraq me informacion sa kom prej babes, edhe me vite ka fillu me ra kjo punë, sot është mujta qujt totale degradume, pse në rinia sodit nuk dojnë me punu, po jo ndalë edhe mjetet tjera, jo ndalë sende tjera, cilat e kanë pru këtë zanat deri në shkatrim siper. Po foli personalisht për zanatin tanë. Me vetë iniciativen tanë, dugojgjive këtu, cilë kanë qenë dugojgji, se sot i kem pjesën dërmu se e kem qeragji. Dhe me thonë, vendas që jem na këtu, jonë kjo pjesa e këti restorani këtu qebaptores të Meti, jom une është Bleri, tjertë jonë qeragji që jonë ardi kanë marrë dyqanet me qira. Se jonë largu ata që kanë qenë, se kjo ka qenë një vend i qujtu me thonë vetëm për prodhimtari, dhe me thonë për mjeshtri. Simboli së kaluarës dhe që mbjetoj edhe pas luftës së fundit është fontana që u ndërtua pikërisht nga mjeshtrit e vjetër. Këtë fontan ne kena mbaru vitin 1991, më zgabofsha, e ka pas edhe datën aty, dhe me thonë me forcat vetanake. Sa i përket diçka për do një subventimit shtetnor që në kanë ndimu, do një herë jo kur, edhe që ne kena fondin tanë, kur nuk është afru, kur kush me ndërmarë për shtetit, për më në ndimu që na mës mu zhduk si zanat. Vitin 99, kur ishte lufta, i vetë misen që në ka pështu krejt, mas i vetëm po folin për Okolin, se Okol nuk e di edhe vetë që shi ka ardhë emni këti vendit që së dequjnë që ashtu qenë. Se i bjen pak si fjallë e huja, se kjo ka qenë vendi që o thirë rrethit Tyfek Gjive. Okej? Etësh, i vetë misen që në ka pështu për luft, është që kjo ujë, që i vinë njerëzit edhe hekin, etjen e hekin. Gjitha këto Arbembelegu i mban mend mjaft mirë sepse rrjedh nga një familje e vjetër e saraqeve. Tradita, zanati, emni esnaf, i cili vlenë shumë familje të anë, kështu që rrjedhi për një familje e cila është marrë me zanatin e likurtaris, për ndryshëm i me qujtë këtë zanat saraq. Nësa jam i njoftum është një fjallë që i bjenë si një fjallë internacional lidhje me likurën.